E s'ka qorë më të keq se sa ai që i ka sytë dhe s'do me pa. Siç nuk ka shurdh më shurdh se ai që i ka veshët dhe s'do me një gjuhë. Pasi e ktheu kryeqendrën e krimit dhe të bandave, kryeministri Edi Rama ka mbyllur fushatën elektorale në Shkodër, ku për të mbuluar nivelin e kriminalitetit, nisi të fliste për kulturën, duke sulmuar madje edhe kundërshtarët politik. Kongët e Elbasonit, Luçanët shkojnë të kënojnë në Elbason, se në Elbason do ja kënojnë kongën, dhe kush beson ke copyright i Shkodrës, të drejtën e autorit nuk ja le atyre që vinë këtu për t'i tregu shkodranëve se si rrotullohet bota, apo jo? Ndërsa e nisi fushatën me retorikën e fitores së sigurt në Shkodër, Edi Rama e uli sërish pritshmërinë në 71 mandate, por sipas tij i duhen edhe më shumë për integrimin e vendit. Ne 71 mandate i kemi tani, por 71 mandate mjaftojnë për të qeverisë, por nuk mjaftojnë për të pas siguri që ne do t'i mbyllim në 2027 negociatën me Bashkimin Evropian. Kryeministri tentoi të zhvlerësojë arritjen e qeverisjes së Partisë Demokratike për lëvizjen e lirë në Schengen, ndërsa edhe një herë sfidoi memorien e qytetarëve shqiptar për bllokimin që i bënte në opozit marrjes së statusit të vendit kandidat për një karrige në Këshillin e Qarkut Fier. Por pas 10 viteve bllokim të negociatave dhe ecurisë me hapa të ngadalë, Edi Rama vijoi fushatën duke shfaqur veten si integruesin e vendit. Që është pasaport për t'u thunë në Europë, kanë edhe shtete tjera që janë jashtë Europës fare. Edhe arabët hyrën e dalin, po nuk janë evropian. Do vinë në Tiranë gjithë, pse do vinë në Tiranë? Për atletët e mia. Por edhe në këtë rast, Rama e kishte një përgjigje, sërish nisi me propagandën duke krahasuar me vendet e rajonit. Po Malizi, që i kishte hap negociatat para se ne të vinim në qeveri, pse nuk është fut në Bashkimin Evropian? Po Serbia, që i hapi negociatat në 2014 dhe ne ishim akoma kandidat. Por Rama në krahasimin e tij nuk ju tha qytetarëve se deri në ardhjen e tij në pushtet, Shqipëria ishte shumë më para në proceset integruese dhe este krah Kroacisë, tashmë antare e Bashkimit Evropian. Por gjatë qeverisjes socialiste dhe bllokimit të famshëm të Edi Ramës për 3 ligjet, Shqipëria ngjeci në marrjen e statusit kandidat dhe më pas çeljes së negociatave, ku nga procesi i barabartë me Kroacinë u rreshtua më pas me Serbinë e Malin e Zi. E sot, edhe këto dy shtete janë shumë para në këtë proces integrues. E fati i Shqipërisë përfundoi me Maqedoninë e Veriut, që deri para pak kohësh nuk kishte bërë asnjë hap për integrimin e vendit për shkak të konflikteve të brendshme.